Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur peshor në letrat rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Kësaj radhe është më shumë qortim, ta them kështu, leximi, se jam fokusuar vetëm për çfarë duhet t'i japësh syt këtë javë apo këtë periudhë të dashur. Çfarë mund të bëjmë për të ecur aty ku dëshirojmë. Peshore, këtë javë duhet t'i japësh syt sidomos tek frika që po të shtyn të mbash fort diçka që ndoshta nuk po të bën më mirë. Ka shumë kontrast në letrat që kam hapur. Nga njëra kërkon siguri, kontroll dhe garanci, nga ana tjetër ke dëshirë të bësh diçka ndryshe, të lëvizësh, të ndryshosh drejtim dhe pikërisht në mes të këtyre dy gjërave mund të bësh gabimin ose nuk lëviz fare nga frika, ose lëviz me vrull vetëm sepse je lodhur duke pritur. Peshor, asnjëherë nuk është zgjidhja. Këtë javë duhet plan, informacion dhe shumë më tepër kontroll mbi impulset e tua, dhe këtu është, sepse kam ca letra ta them, sidomos kur bëhet fjalë për para, varësi, marrëdhënie të komplikuara ose gjëra që të kushtojnë më shumë se sa të japin. Fillojmë me 4 të monedhës së pari të dashur peshor. Kur kursimi kthehet në frikë, nuk quhet më kujdes. Le ta fillojmë nga parat, duke marrë këtë letër. Këtë javë duhet të jesh e kujdesshme me financat, mos bli vetëm sepse të pëlqeu, mos e merr përsipër pagesën mujore pa e llogaritur çfarë ke tashmë. Mos i jep para, këto janë vetëm shembuj të dashur peshor, mos jep para hua vetëm sepse nuk di të thuash jo. Por 4 të monedhës nuk thot mos shpenzo asnjë qindark. Thot dije ku po shkojnë paratë tua. Nëse flasim për sigurinë tënde, nëse ka të bëj për financat, ka ndryshim. Nëse ke një faturë që po e shtyn, paguaje. Nëse ke një abonim që nuk e përdor, hiqe. Është ky plani, pra, nëse ke një borxh, bëj plan si dhe ta mbarosh sa më parë. Nëse ke para me një anë, mos i prek për çdo dëshirë momentale. Pra kjo letër flet edhe për njerëzit. Mos mbaj dikë vetëm sepse ke frikë të humbasësh, sepse shiko si ka afruar afër gjoksit të paratë që tregon pak me një lloj egoje që ndoshta nuk është gjithmonë e mirë. Mos mbaj një punë që të shkatron vetëm sepse mendon po sikur të mos gjej një tjetër, një situatë vjetër vetëm sepse e njeh. E njohura nuk është gjithmonë e sigurta, nganjëherë është thjesht e njohura. Prandaj kujdes peshor. Eci me letrën faqe e shpatës që thot, në fakt pasqyron, mos beso çdo gjë që dëgjon peshor. Dhe mos u bëj hetues privat pa pagesë. Këtu kemi informacion, komunikim, pyetje, vëzhgim dhe ndonjëherë edhe njerëz që merren pak më shumë se ç'duhet me punët e të tjerëve. Këshilla është shumë e thjeshtë. Kontrollo para se të reagosh. Nëse dikush të sjell një muhabet për një person tjetër, mos e merr automatikisht si të vërtet. Nëse merr një mesazh që të nervozon, lexoj edhe një herë para se të përgjigjesh. Nëse ose ke një kontratë, dokument, ofertë pune, blerje ose marrëveshje, lexoj me vëmendje detajet. Mos thuaj, besoj se kështu ishte. Jo, shikoje. Në marrëdhënie, mos kontrollo çdo like, çdo ndjekës, çdo minutë kur ishte online dhe pastaj ndërtoj një film të tërë në kokë. Nëse ke diçka për të pyetur, peshor, pyet. Sepse mund të mbasësh 3 orë duke kërkuar një përgjigje që mund të marrësh me një pyetje prej 10 sekondash. Kujdes.
Dy të shkopive është një letër kur thot vendos ku po shkon. Pra, planifiko, si që thash që në fillim të leximit, të planifikosh. Mos bëj hop pa e parë lumin, ta them kështu. Jo vetëm nga çfarë vendos ku po shkon. Jo vetëm nga çfarë do të largohesh. Këtu fillon të hapet një mundësi tjetër. Mund të mendosh për ndryshim pune, udhtim, zhvendosje, projekt, biznes, studim, bashkëpunim, ose një drejtim të ri në jetën personale. Por kjo letër nuk thot pra si që thash hidhu, thot planifiko. Nëse do të ndryshosh punë, mos ik nga puna të hënën dhe të martën të pyesësh çfarë do bësh. Shiko tregun, apliko, pyet për pagën, shiko kushtet, gjeje njëherë. Pastaj e lë këtë punën. Po them, në këtë mënyrë planifiko. Nëse do të udhëtosh, shiko kostot, nëse do të fillosh diçka tënden, llogarit çfarë të duhet realisht. Për të ardhmen me dikë, mos pyet vetëm a e dua. Pyet, a mund të ndërtoj jetë me këtë njeri? Janë dy pyetje krejt të ndryshme. Pra, a mund të ndërtoj jetë me këtë njeri, apo mjafton vetëm që e dua? Kalorësi i shkopive të dashur peshor. Entuziazmi yt nuk është gjithmonë provë që vendimi është i mirë. Këtu vjen tundimi për të bërë diçka të shpejtë, të largohesh, të shkruash, të udhtosh, të pranosh, të fillosh, të përfundosh e kështu me radhë. Dhe ndonjëherë kalorësi i shkopive është fantastik sepse të nxjerr nga vendi, lëviz, por këtë javë duhet të pyesësh, a dua vërtet këtë? Apo jam thjesht e emocionuar sot? Sidomos në dashuri, nëse ka të bëj, mund të ketë shumë kimi me dikë, shumë mesazhe, shumë tërheqje, shumë. Ku ke qenë gjithë jetën, time. Shiko është aty edhe pas 2 javësh, sepse intensiteti nuk është e njëjta gjë me seriozitetin. Edhe në punë, mos prano diçka vetëm sepse tingëllon emocionuese. Pyet për pagën, orarin, përgjegjësitë dhe kushtet. Mos u dashuro me prezentimin peshor. Shiko përmbajtjen. Dhe pastaj këtu është djalli që flet dhe sqaron më së miri për ato që folëm deri tani. Hapi syt aty ku vazhdon të thuash vetëm edhe këtë herë. Këtu është pika më e fortë e leximit të dashur peshor. Djalli shpesh nuk është diçka që nuk e dim. Është diçka që e dim shumë mirë, por vazhdojmë ta justifikojmë. Vetëm këtë herë po e shpenzoj. Vetëm këtë herë po i shkruaj. Do të ndryshoj. Nuk është aq keq. E kontrolloj unë. Kur të dua e lë. Mirë. Atëherë provoje, peshor. Nëse një zakon po të merr para, kohë, gjumë, qetësi ose respekt për veten, mos e zbukuro. Nëse një person të kërkon vetëm kur i levërdis, mos e quaj lidhje të komplikuar. Nëse dikush të kontrollon, të manipulon, të bën xheloze, qëllimisht ose të mban me premtime, pa veprime, mos u kap pas kimis. Dhe nëse ti je ai person që kontrollon, manipulon ose teston tjetrin, ndaloje. Sepse jo çdo problem në marrëdhënie është gjithmonë faji i personit tjetër peshor. Djalli kërkon një pyetje shumë të pakëndshme. Çfarë po bëj vazhdimisht, edhe pse e di që më dëmton? Aty duhet t'i hapësh syt. 5 të monedhës, mos prit të mbetesh me xhepat bosh që të pranosh se diçka nuk funksionon. Kjo letër në fund është paralajmërim praktik. Mos e dramatizojmë, nuk do të thot automatikisht humbje apo varfri, por thot mos neglizho gjërat materiale. Nëse ke më shumë dalje se hyrje, shikoj tani. Nëse po paguan diçka që nuk përballon, bëj ndryshim peshor. Nëse ke nevojë për ndihmë, kërkoje, mos bëj krenarin, do ja dal vet. Ndoshta po, por nëse ekziston një zgjidhje, përdore. Dhe kjo vlen edhe emocionalisht.
Mos u izolo kur je keqe dhe pastaj thua askush nuk më pyeti. Njerëzit nuk lexojnë mendjet peshor. Thuaj kam nevojë të flas. Kaq. Por bashk me djallin, kjo letër ka dhe një mesazh tjetër. Disa mungesa në jetën tënde nuk vinë sepse nuk ke mjaftueshëm peshor. Vinë sepse diçka po të konsumon tepër. Dhe këtë javë duhet të gjesh çfarë është ajo. Të gjithë e dim për veten tonë, gjithë e njohim jetën tonë, absolutisht. Dhe aty duhet të kemi kujdes për çfarë duhet i hapim syt kësaj radhe. Për atë që po të kushton më shumë nga sa po e pranon peshor. Katër të monedhës thot mbaj kontroll mbi paratë dhe mos u kap pas gjërave vetëm nga frika. Faqe e shpatës kontrollo faktet para se ti krijosh përfundime. Dy të shkopive bëj plan para se të ndryshosh drejtim. Kalorësi i shkopive mos e merr emocionin e momentit për vendim përfundimtar. Djalli mos justifiko më një zakon, person ose situatë që e di se nuk është e mirë për ty, apo po të bën dëm. Dhe 5 të monedhës mos prit pasojat për të marrë seriozisht paralajmërimin. Dhe qortimi për peshorën këtë javë është shumë i thjeshtë. Nuk mund të thuash nuk e di peshorë çfarë të bëj, kur në fakt e di, por nuk të pëlqen përgjigjja. Ndonjëherë ne nuk jemi të hutuar. Thjesht duam që realiteti të na jap një përgjigje tjetër. Si detyrë shtëpie, ta them këtë javë, shiko 3 gjëra. Parat, kohën dhe njerëzit. Ku po të ikin parat? Kot? Kush ose çfarë po të ha? Kohën? Dhe cili person të lë vazhdimisht me keq pasi ke pasur kontakt me të? Zgjidh njerë dhe bëj ndryshimin konkret këtë javë. Anuloje, kufizoje, thuaj jo, bëj plan, kërko sqarim ose largohu një hap. Sepse jo çdo gjë që të mban të lidhur, të mban dhe të sigurt peshore. Pra, mos prit të humbasësh shumë për të pranuar atë që prej kohësh e di.